Marrin fund peripecit për banorët e Vlorës. Këtë të martë u rikthye furnizimi me ujë për qytetin pas mbërritjes nga Stambolli të pjesës që nevojitej për riparimin e defektit të shkaktuar në rrjet. Gjatë gjithë natës, ekspertët dhe punonjësit e ujësillësit punuan për të riparuar dëmtimin me qëllim mbushjen me ujë të depove të furnizimit. Janë furnizuar me ujë të pishëm lagjet e para, ajo 10 Korriku, lagja Pavarësia dhe gjithashtu vija bregdetare e Lungomares. Kthimi i situatës në normalitet bëri që të rinisin punën edhe bizneset në qytetin bregdetar. Nga orën 8 ka filluar furnizimi i depos së qytetit, e cila më pas me furnizimin e plot saj do shërbej për shpërndarjen e furnizimit me ujë për qytetarët e Vlorës. Autoritetet këshillojnë qytetarët që mos ta përdorin ujin për konsum dhe gatim gjatë 2 ditëve në vijim. Uji gjatë 24 deri në 48 orëve të ardhshme nuk është i pishëm ose më saktë nuk duhet të pihet dhe të përdoret për gatim dhe nga krau tjetër le të mbajnë rubinet të hapur për rreth 15 minuta. Uji në Vlorë mungoi prej 5 ditësh. Banorët organizuan disa protesta sipër parabashkisë dhe në rrugët e qytetit. Autoritetet thanë se shkak për defektin u bë një tubacion i vjetër që nuk përballoi dot shtimin e presionit të ujit.